ka jetu një njeri i devotshëm. Mirë po Zoti Madhërisht e ka sprovu me varfëri. Ka qenë njeri i devotshëm, i dijshëm, mi po në jetën e kësaj bote nga njerë e fillon marë jetën, në rini, sprovuar në pesni. Ose sprovuash në rini, e ashe harin pesnisë. Tanë ligjet botës që askush nuk i ka në dorë, përveç ati që ka kriju jetën në vdekje. Allahu dhul Gjelal. Dhe ky njeri sprovohet me varfëri të skajshme. Sa që 2 ditë e 3 ditë në shtëpinë e tij nuk kishte shka me hangë. E kishte gru dhe një fëmijë. Në ditë prej ditëve nuk mund me duru zonën e fëmijës për urijes. Edhe i mërzitur del për shpis nuk ka qka me hangë. Shkon me kërku të një person qka ka qëllu di shka me ushqit mine vetë. Në gjarje e vërtet e kanë shenu transmetu se sakt. Edhe takon një njeri thot unë e kam një grua në shtëpi dhe e kam një fëmijë që 3 ditë s'kem hanga, s'kem pija, ka mundësi me mdhën diçka për të mi. Ai personi a jep një copë të bukës me mjallë në te. Edhe ky kthehet në shtëpi, përmarë në shtëpi, në rrugë e takon një grua me fëmijë në gjinë. Në fëmijë kra. Edhe gruja thot o filan, a nuk ki pak mëshirë? A nuk ja ki frikë Allahut Azza wa Jall? Po ta ku e shef këtë fëmijë që kam në dorë, po të kjo është jetim. I ka vdek baba para disa mujve, edhe vallahi me jafë s'ka unë nga s'ka pi. Dhe kjo ballavaqohet me agonin vdekjes. Thot, a nuk ki rahmet me ma dhonë pak të buk? A i një ka shojë buk të shumë familje vetë. Transmeton ky person thot kur unë tha, a nuk ki mëshirë, edhe a nuk banti me dhonë qatë buk për shpëtu një jetë, ta e imaginova fëmijën temë dhe gruën temë në ditë kur se amun me bo medala të me lypë në rrugë. Edhe imaginova botën tjetër, shpërblimi dhe ndëshkimi para Zotë Madhërisht. Edhe tha ja dhash bukur. E u sheta fëmijën e vogël atë djale që ka qenë, dhe filloj tha i djali me busqesh, sepse u forcu për ushqimit, dhe fëmija nuk e din shka është varfëria dhe a ka, s'ka, dhe ta shoj, oj grue, oj zoj, e din të se vallahi në shtëpin teme kam nën një grue dhe një fëmi, vallahi që 3-4 ditë ka nën. Dhe nuk e dhja i gjojnë gjallë në shtëpi familjen teme. Po të avash, sepse lakmohen botën tjetër. Ta në këtë rast fëmija busqeshi, sepse nuk mund me imaginu situatët mija. Kurse asaj gruës t'i dhja në lotë. Dhe u përshëndeta me ta shkova në shpi. U shkova në shpi, fëmija jam ballavaqohet me agoni të vdekjes për shkak të turisë. Tha sa të nejtë dhe shtëpeja një njeri këse të delë. Do filan, diltot se po të thirë një djallë që baba ytë ka qenë shok me babën e ti. Që di, ta baba më kishte vdekë për atë 30 ditë. Vjen njeri unë të dera dhe baba ytë ka qenë shok me babën dhe më. Kur të ardhët po, dhe tu jam filani, baba em ka qenë shok me babën tanë, dhe baba em ja ka pas marë babës tanë s'ku me thonë 30.000 euro, e që sot po t'i kthe të ty.
se më ka thonë më kalon e manet baba. Këtë çuditët. Thot pe i gëzimit, filloha me i dhanë këtë parën rrugën Allahut Azza wa Jall. Lejta ushqim për familje dhe i dhash këtë rrugën Allahut. Thot një natë për i natë garash me tjetë. Edhe pa shanër se ka ardhur dita gjykimit. Edhe njerëzit si cili me galet veta para Allahut Azza wa Jall, që për atë një llogarit jetë atina, veprat e tina, dhe ndërkohë më thiri mua një sa, e ja ka në kanal para Allahut Azza wa Jall. Pa dhu afrova të kanali, të peshore ku i matë veprat Allahu Dhul Gjelal në akhirat. Edhe ku më nëzirë një historinë e jetës të me njën nga njën. Me qitën ta në kanar, në peshore, qatë sadakën që ma dha qaj djali që baba dhe baba e ti që kanë shokë. Tha ma peshu në vakë, Allahu tha nuk e pranoj këtë sadakë. Çuditë, s'kisha ku gjatë tjetër përveç asaj. Po Allahu thot, me lajkëv nuk ja pranoj, sepse s'ka qenë njërë se tina, edhe ky se ka dhënë për Allah, edhe është livdu me ata që ka dhënë, se pranoj këtë vepër. Ja subhanallah, pas s'kisha vepër tjetër. Allahu thot me lajke shkrunja që tërsena ka pas këj person. Pa me lajke të po. Wallahi thane prunën qatë bukë që e kun pas në dësh që ma vaj personi, njëjtën të e pas kanal para Zotit. Pa thash vetë me vetin subhanallah, po keni kashore bukë, shka kam me peshu kja ma. Allahu Dhul Gjelal tha me lajkeve peshon një qatë bukë që ka dhonë në rrugë. Tha e peshun veprat e mira. Tha me lajket po më thujnë myshde se do me fitu gjennetin. Jo me pasurin që dhape ma erët. Po me qatë bukë që dhave për Allah dhe kujtove botën tjetër. Tha Allahu për i thot me lajkev, a ka dhe në i vepër tjetër? Wallahi tha Allahu Dhul Gjelal, ma prunin në kanar, në peshore, atë gruën me latë në sy, edhe thmijën tha që busqeshke. Allahu tha me lajkev, matë një latë të kësaj gruë, për i falëndërimi që e ka bon të njeriut se sa peshoj në akiret, e këputën tha vagë në akiretit. Allahu Dhul Gjelal tha matë një busqesh e këtë minjes, këzimin që ka përretu momenti kur tje ke ushqy, tha i këputë dhe pranë nga tjera, edhe Allahu tha myrë të gjennetit për ty. Sepsa i cili e ushqen tha një thmi, a i cili jep në rrugën Allahut Azza wa Jall dhe ndalë një lotë me një familje, a e ka fshin zjarë me gjennet. A i cili ka banë për Allah këtë punë, a i ka me fitu gjennetin Allahut Gjergjellal. A të ndëruar vëllezër, kur më tha Allahut Gjergjellal, myshë se fitova gjennetin, ta më dulë qumi, edhe njës të më shkëshit në kanë. Dhe e pash që ajo që i për hitë Allahut Azza wa Jall, sa të që tjetë e vogël, ka me të pëshu në akiret. Aja që si për Allah, let ketë së dush vlerë, miliona, miliarda, nuk i me pa para Zotit. Ka jetu një njeri dhe vëtë shumë.